Përshëndetje të gjithëve, unë jam Silvia Bakje dhe në këtë tutorial do të keni mundësinë të ndiqni këtë video ku kam trajtuar temën me titullin Rregullat themelore për llogaritëm. Operacioni logaritmizim ka disa veti që nuk i ka asnjë operacion tjetër. Ato veti caktohen me logaritmizimin e shprehjeve algebrike. Logaritmizimin e shprehjeve e krijojmë sipas këtyre rregullave ose teoremave. Teorema 1. Logaritmi i prodhimit prej dy numrave pozitiv me bazë A është i barabartë me shumën e logaritmeve të tyre me bazën e njëjtë. Do me thënë, simbolikisht shënohet logaritmi i dy numrave pozitiv A herë B me bazë A është i barabartë me shumën e logaritmit të numrit A dhe numrit B me bazë të njëjtë. Pra, A-ja duhet të jetë më e madhe se 0 dhe ndryshme prej numrit 1, po ashtu edhe numri A dhe B duhet të jenë numra pozitiv. Teorema e dytë thotë se logaritmi i hersit prej dy numrave pozitiv me bazë A është i barabartë me ndryshimin prej logaritmeve të pjesëtueshmit dhe pjesëtuesit. Do me thënë, simbolikisht shënohet logaritmi i hersit të dy numrave A thirrë për B me bazë A është i barabartë me ndryshimin e logaritmit të numrit A me bazë A minus logaritmin e numrit B me bazë A. Dhe teorema e tretë thotë se logaritmi i fuqisë së numrit pozitiv është i barabartë me prodhimin e treguesit të fuqisë dhe logaritmit të bazës së tij. Do me thënë, edhe këtë simbolikisht shënohet logaritmi i numrit A në fuqinë N me bazë A është barabartë me hersin, është barabartë me prodhimin e numrit të N dhe logaritmit A me bazë A. Të rikujtohemi, pra, si që tham, logaritmi i prodhimit prej dy numrave M dhe N pozitiv me bazë A është i barabartë me shumën e logaritmeve të tyre me bazë të njëjtë, që në këtë rast e kemi bazën A, dhe logaritmi i hersit prej dy numrave pozitiv me bazë A është i barabartë me ndryshimin prej logaritmeve të pjesëtuesit që kemi M dhe pjesëtuesit që kemi N me bazë të njëjtë A. Dhe në fund, logaritmi i fuqisë së numrit pozitiv M është i barabartë me prodhimin e treguesit, treguesi është numri R, me prodhimin e treguesit R të fuqisë dhe logaritmit të bazës së tij M me bazë A. Të shohim në vazhdim disa ushtrime në lidhje me zbatimin e këtyre tri teoremave. Të rikujtojmë, ne dim se ky barazim është fuqizim, ndërsa këtu kemi logaritmizimin. Detyra numër 1, gjeni logaritmin e x-it nëse x-i është barabartë me 2 që shumëzon A plus B në fuqinë e tretë. Që të gjejmë x-in, ose të gjejmë logaritmin e x-it, do duhet të thirremi tek teorema parë, e cila thotë se logaritmi i prodhimit prej dy numrave pozitiv me bazë pozitive është i barabartë me shumën e logaritmeve të tyre me bazë të njëjtë. Atëherë do kemi logaritmi i x-it është barabartë me logaritmin e numrit 2 plus logaritmin e shumës e numrave A plus B në fuqinë të re, dhe kjo është e barabartë me, tash do duhet të thirremi tek teorema e tretë, e cila thotë se logaritmi i fuqisë së numrit pozitiv është e barabartë me prodhimin e treguesit të fuqisë,
dhe logaritmit të bazës së tij. Në këtë rast, kjo është e barabartë me logaritmin e numrit D, shënojmë siç është, plus 3 logaritmi i numrit A plus B. Detyra me radhë, detyra e tretë, të gjendet x-i nga barazimet. Logaritmi x-it është e barabartë me logaritmin e A-s minus logaritmin e B-s. Ne dim se logaritmi i hersit prej dy numrave pozitiv me bazë A është i barabartë me ndryshimin prej logaritmeve të pjesëtueshmit dhe pjesëtuesit. Në këtë rast kemi logaritmin x-i që është e barabartë me ndryshimin e numrit, me ndryshimin e logaritmit të numrit A dhe numrit të B, dhe kjo sipas teoremës D thamë se është e barabartë me hersin e atyre dy numrave pozitiv. Pra x-i është e barabartë me A fije për B. Detyra me radhë, detyra e 4, të gjendet logaritmi i hersit të numrave 125 tje për rrënja katrore e numrit x, që ta zgjidhim këtë logaritëm, do duhet që pikëspari rrënjën katrore të x-it të shprehim në fuqi dhe kemi logaritmi i numrit 125 tje për x në fuqi 1 tje për 2 me bazë 5 është e barabartë me logaritmin e numrit 125 tje për 5 duke e thirrur rregullën numër 3, cila thotë se logaritmi i hersit prej dy numrave pozitiv me bazë A është i barabartë me ndryshimin prej logaritmeve të pjesëtueshmit dhe pjesëtuesit. Pjesëtueshmin këtu e kemi 125, ndërsa pjesëtuesi është x në fuqi 1 thje për 2 dhe kjo është e barabartë me logaritmin e numrit 125 me bazë 5 minus logaritmin e numrit x në fuqi 1 thje për 2 me bazë 5 dhe kjo është e barabartë me logaritmi i numrit 125 me bazë 5 është e barabartë me 3, sepse 5 në fuqin 3 është 125 minus logaritmi i numrit x me fuqi 1/2 me bazë 5, do duhet të thirremi tek rregulla e tretë, e cila thotë se logaritmi i fuqisë së numrit pozitiv është e barabartë me prodhimin e treguesit të fuqisë dhe logaritmi të bazës së tij. Në bazë të kësaj teoremi mund të shënojmë se minus 1 thje për 2 logaritmi i x-it me bazë 5. Pra, zgjidhja e logaritmit 125 tje për rrënja katrore të x-it është e barabartë me 3 minus 1/2 logaritmin e x-it me bazë 5. Dhe detyra e 5 të gjendet logaritmi i numrit 32 që shumëzon rrënjën e tretë të numrit x tje për y me fuqin e tretë me bazë 2. Në mënyrë analoge siç e zgjidhëm detyrën e parë, këtu po ashtu do duhet të thirremi të tre rregullat për logaritmizim që ta krijojmë duhet ta krijojmë sipas rregullave që i thamë më parë. Dhe zgjidhja për këtë logaritëm do të jetë 5 plus 1 fje për 3 logaritmi x-it me bazë 2 minus 3 logaritmi y-it me bazë 2. Të zgjidhet detyra logaritmi i A herë B në fuqinë e 4 fje për rrënja e tretë të numrit c në katror. Që të zgjidhemi po ashtu që të zgjidhim këtë detyrë, do duhet pikëspari të thirremi te rregulla e dytë, e cila thotë se logaritmi i hersit prej dy numrave pozitiv me bazë A është e barabartë me ndryshimin prej logaritmeve të pjesëtueshmit dhe pjesëtuesit. Asgjë tjetër nuk bëjmë përposa se e shtim këtë në përdorim dhe siç e shohim kemi logaritmi A herë B në fuqinë e 4 me bazë 6 minus logaritmin e numrit c në fuqinë 2 thje për 3 me bazë 6. Që të vazhdojmë më të tjetë, do duhet të thirremi tek rregulla e parë, e cila thotë se logaritmi i prodhimit prej dy numrave pozitiv me bazë pozitive është i barabartë me shumën e logaritmeve të tyre me bazë të njëjtë. Shkojmë
Dhe kemi logaritmi i numrit A me bazë 6 plus logaritmi i numrit B me fuqinë 4 me bazë 6 dhe minus logaritmin e fundit e shënojmë ashtu siç është. Që të vazhdojmë edhe më të gjetë detyrën, do duhet të thirremi tek rregulla e tretë. Këtu thotë se logaritmi i fuqisë së numrit pozitiv është i barabartë me prodhimin e treguesit të fuqisë dhe logaritmit të bazës së tij. Prej kësaj teoreme do të kemi këtë paraqitje: logaritmi i numrit A me bazë 6 plus 4 që shënëzon logaritmin e numrit B me bazë 6 minus fuqia shumëzon logaritmi, pra 2 thye për 3 logaritmi i numrit C me bazë 6. Pra kjo është dhe zgjidhja përfundimtare e logaritmit A herë B në fuqinë 4 thye për rrënjën e tretë të numrit C në fuqinë 2 me bazë 6. Nëse numri M është e barabartë me numrin N, atëherë logaritmi i numrit M do të jetë e barabartë me logaritmin e numrit N me bazë të njëjtë. Po ashtu vlen edhe anasjelltas, nëse logaritmi i numrit M është e barabartë me logaritmin e numrit N me bazë të njëjtë, atëherë edhe M-ja është e barabartë me N. Pra, kjo është dhe fundi i këtij tutoriali, besoj se isha i qartë në këtë prezantim, po ashtu shpresoj t'ju shërbej në mësimet e juaja të ardhshme. Nëse diçka nuk më keni kuptuar, më shkruani në email. Ju faleminderit që më ndjekët.